10 kandidatët sipas Fatime Hajdarit. Unë kam shkuar me një tjetën që mendoj që duhet gjithsesi të jetë në kuvend, pa diskutim që nuk ka dyshime që zoti Kurti do të jetë në kuvend, por megjithatë mendoj që duhet përmendur. Pastaj dyshi i lëvizjes vetëvendosje ose sinonimi i lëvizjes vetëvendosje që zoti Glau Konjufca. Me numrin 3 zonja Gërvalla për faktin që ka dëshmuar që është partnerja koalicionit që ditë shëndroj edhe kur presioni bëhet i madh. Nëse krit historia e qeverisës të zotit Kurti ka shkuar në mbrojtje dhe siguri, pa diskutim që mendoj që Sfishla edhe Maqedonci duhet jenë pjesë e listës. Për reformën e filluar në shëndetësi, pa diskutim që Arben Vitia, kolegu ynë, Blerim Gafshi, pa diskutim me numrin 17 dhe kësaj radhe, pa diskutim mendoj që është vlerështuar për kuvendin, është zëri i cili ka ditur të arsyetoj edhe të vlerësoj qeverisjen Kurti edhe pastaj edhe vetë atje mund t'jap kontribut, ka qenë për 2 muaj, por megjithatë kohë e shkurtër dhe duhet të rikthehet prap. Me numrin 47 ose 47 është zonja Pranvera Jusufi Imeri, është një e re, është specializante e politikave publike, është kandidate për doktoratur, është grua e zonja, mendoj që është profili munguar në skenën tonë politike dhe pa diskutim do doja që ta shoh në kuvend. Numri 28 është sërish Mefail Bajqinovci, mendoj që është një ndër kandidatët më aktiv nga lëvizja vetëvendosje, është gjithandej në teren, është i afërt me qytetarët, kushdo që një Mefin e di sa punën e bën në teren. Pa diskutim mendoj që edhe Mefi do të jenë në kuvendin e Kosovës, por megjithatë unë e kam parë të arsyeshme ta përfshin në djeqën time. Edhe në fund me numrin 78 është Viktor Buzhala, gjithashtu koleg i yni, nëse Korça mund të jetë pak lokalist, ne mund të jemi pak pro kolegëve dhe shokëve tonë. Kështu që shpresoj që edhe Viktor Buzhala të jetë kësaj radhe pjesë e kuvendit të Republikës të Kosovës. Faleminderit shumë zonja Fatime. Arton. Hajtë shohim Artonin me vetëvendosjen se kjo do të jetë goxha interesante.